Një vit martes, Shkenda Dubova aratiset në mrekullit e Akropolit. Shkenda Dubova ka ndarë me ndjekësit një moment të veçantë nga jeta e saj private. Për vjetorin e parë të martesës me partnerin e saj, mentorin, çifti ka zgjedhur të shënojë këtë ditë të rëndësishme në një nga vendet më simbolike të botës, Akropolin e Athinës, duke e kthyer kujtimin në një kartolinë romantike mes historisë dhe dashurisë. Një vit martesë krejt mjalt, për vitin e dytë rini u bdate, ka shkruar me humor Shkenda në Instagram, duke treguar se lumturia dhe harmonia e tyre vazhdon të jetë në kulm edhe pas një viti bashkëshortor. Nga angazhimet në familje, Shkenda Dubova po dëshmon se ka arritur ekuilibrin perfekt, duke gëzuar suksesin dhe një jetë private të lumtur pranë bashkëshortit të saj. Një vit dashuri, një vit kujtime e çfarë vendi më i bukur për të festuar, se sa mes mrekullive të Akropolit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.